Para deputetëve në kuvend, kreu i kontrollit të lartë të shtetit Arben Sheu prezantoi rezultatet e mbi 160 auditimeve të kryera gjatë vitit kaluar, duke theksuar se një pjesë e gjetjeve kanë përfunduar në organet e drejtësisë. Pasqyrat financiare të audituara kanë treguar mungesë konsolidimi midis njësive, shkelje të afateve në dorëzimin e raportimeve, mos akordime ndërvitore dhe përjashtim të disa transaksioneve nga pasqyrimi. Janë konstatuar keq klasifikime të ardhurave dhe shpenzimeve, mangësi në dokumentacionin mbështetës, si dhe dobësi në zbatimin e kontrolleve të brendshme për identifikimin e parregullsive. Në një pjesë konsiderueshme të institucioneve të audituara, janë evidentuar problematika në regjistrimin e plot të pasurive, veçanërisht pasurive paluajtshme, si dhe në përgatitjen e dokumentacionit pronësor. Procedurat e marrjes në dorëzim dhe klasifikimi i pronave publike vazhdojnë të përbëjnë rrezik për tjetërsimin e tyre. Gjithashtu, në paraqitjen e detyrimeve të papaguara dhe debitorëve janë konstatuar diferenca midis shifrave të regjistruara dhe gjendjes reale, si dhe pasaktësi në përllogaritjen e kamatvonesave. Raporti i KLSH-s u miratua nga deputetët e opozitës, të cilët e konsideruan atë si pasqyrim më real të korrupsionit që sipas tyre ka prekur çdo hallk të administratës. Çfarë mund t'i thoni ju? Një punojësi, një djalë apo një vajzë se nuk e di çfarë është, por që guxon të shkojë të bëjë auditën e kryeministrit. Dhe jo e bllokojnë, po e terrorizojnë, e detyrojnë të largohet nga detyra. Në emër të mazhorancës, zëvendës kryetari i kuvendit Toni Gogu ju përgjigj akuzave të opozitës, duke rikujtuar se kur Sali Berisha ishte në krye të qeverisë, KLSH-ja është përpjekur të vihej nën kontroll politik. I ngatron qëllimisht binarët e kontrollit parlamentar me veprimtarinë e kontrollit lartë shtetit, që është veprimtari e nderuar, por që sot ka ardhur jap llogari përpara këtij kuvendi, qëllimisht sepse ka një përgjegjësi të madhe publike, qoftë ndaj kontrollit të lartë të shtetit, që me mishe me shpirt është përpjekur ta nënshtrojë kur ka qenë kryeministër, por qoftë edhe përpara qytetarëve të këtij vendi, sepse siç po e shikoni sot, diskutohet për barazinë. Ndërkohë, deputeti socialist Fatmir Xhafaj theksoi se KLSH-ja është institucion i pavarur dhe detyrë e kuvendit mbetet garantimi i zbatimit të rekomandimeve të saj. Sot u abuzua këtu me shembullin e një punonjësi të KLSH-s, gjë që nuk është fare e vërtetë. Kontrolli i lartë i shtetit nuk auditon personat as funksionet, por institucionet. Dhe kjo është parimore. Raporti i KLSH-s do dërgohet në komisionet parlamentare për shqyrtim të mëtejshëm, ndërsa një pjesë e materialeve do të hetohen nga prokuroria për shkelje të konstatuara në administratën publike.